Sali Berisha e sulmoi këtë të njëjtë kryeministrin Edi Rama dhe zëvendës kryeministren Belinda Balluku duke i akuzuar se po përpiqen të ndikojnë në gjykatën kushtetuese për të ndryshuar vendimin e GJKK-s për pejzullimin e ministres. Ai tha se qëllimi i presionit është të shmang zbatimin e masës që qeveria nuk e mbështet. Këta bashkëhajdut shkuan së bashku në gjykatën kushtetuese për të përmbysur vendimin e ligjshëm të gjykatës GJKK-s dhe po përdorin për këtë qëllim të gjitha mjetet e presionit ndaj kësaj gjykate që u jep dhe pushteti. Më herët, Rama e kishte cilësuar vendimin e GJKK-s si unikal, ndërsa Berisha e sfidoi duke publikuar një listë vendimesh të ngjashme nga disa vende të Bashkimit Evropian, duke vënë pas se masat për zëvendës kryeministren janë trajtuar ndryshe. Tani, u thëm qytetarëve dhe ju të nderuar gazetar se ky është një mashtrim banal ordiner, sepse në vendet e Bashkimit Evropian, jo në një, por në një numër rastesh janë vendosur masat e pezullimit para vendimit përfundimtar të dënimit nga gjykata. Dhe kjo ka ndodhur në Rumani, ka ndodhur në Itali, ka ndodhur në Francë, ka ndodhur në Kroaci, ka ndodhur në Spanjë, ka ndodhur pra në një seri vendesh. Ministrat janë pezulluar gjatë kohës që kanë qenë në hetim, konkretisht. Berisha gjithashtu krahasoi rastin e tij personal me atë të Ballukut duke theksuar se qeveria po përdor standarde të dyfishta për të interpretuar vendimet e gjykatave dhe për të mbrojtur interesat e saj politike në vend që të respektojë parimet e barazisë përpara ligjit. Pra, si heqja, si detyrimi për paraqitje dhe moslejimi për dalje a shtetit, këto janë kufizimet lirisë dhe kur unë protestova, kur unë i kundërshtova, gjykata kushtetuese dhe qeveria, parlamenti mbrojti se ajo është një masë e drejtë që buron nga kodi i procedurës penale dhe se deputeti nuk është i mbrojtur. Në atë kohë ja u thash, do të kapni kokën me dorë, po le ta kapin, le të shkunin kokë hunë dhe vesh, se e meritojnë. Berisha kërkoi edhe një herë rivlerësim të akuzës për zëvendës kryeministren duke thënë se drejtësia do duhet të nisë hetimet për grup të strukturuar kriminal.